në këtë sallë. Tashmë dihet se kjo është një lëvizje e re. Është një lëvizje më e re në spektrin e politik shqiptar. Një lëvizje e re që beson në rrugën dhe suksesin e saj. Sepse të gjithë e dim që Shqipëria është në një kaos politik, ekonomik dhe social. Madje dhe Europa plak, duke parë këtë klasë politike dhe këta politikan kaq të bindur e servil, deklaron çdo herë se zgjedhjet ishin më të mira se të kaluarat, dhe pse votat biden e tjetërsohen në mënyrë skandaloze sot e tashmë 20 vjet. Pikërisht votat biden e tjetërsohen në çdo skaj të Shqipërisë, nga të dy partitë e mëdha, që hanë si qend e bëjnë sikur i hanë meraku për zgjedhje të lira e të ndeshme. Është e qartë se ai që vjedh votën e sovranit është i aftë i vjedh gjithçka më pas, siç ka ndodhur në realitet. Ndërsa populli, duke i parë një lloj të dy partitë e mëdha, shkon në votive më pak se 50% dhe u jep të dyjave nga 15%. Me kaq vota, elefantët e politikës tonë prodhon me bollok, ministra e kryeministra, njëri më i keq se tjetri, që pasi shitën baballarët e tyre, po e shesin edhe Shqipërinë, si pronën e babait. Në këto kushte pra krijua kjo lëvizje, rreth së cilës janë mbledhur shumë të rinj, të stresuar e revoltuar nga ky realitet shitjet e blerjesh, me besimin se ata mund ta ndryshojnë këtë vend. Ne besojmë në rrugën që kemi nisur, sepse jemi të dërgjeshëm se ky realitet i zymt e pas një perspektivë duhet ndryshuar. Ne kemi zgjedhur rrugën tonë sepse e dimë se me indiferencë e pasivitet e keqja nuk luftohet e nuk largohet asnjëherë. Ne kemi vendosur, ne ecim në këtë rrugë sepse e dimë se vetëm ne, rinia pra, kemi bërë e mund të bëjmë ndryshime të mëdha. Ne i besojmë lëvizjes sonë sepse deri në forumet e saj më të larta jemi vetë ne, rinia e arsimuar dhe përkushtuar nga këtij vendi. Ne duam të vazhdojmë në këtë rrugë sepse jemi të bindur që ajo është rruga më e drejtë që mundet të ndiqet dhe përpasoj do të jemi gjithmonë të motivuar për të investuar në të. Ne do të qëndrojmë besnik kësaj rruge që kemi nisur sepse jemi të bindur se rinia ka filluar ta kuptojë dhe jo shumë lart do fitojmë mbështetjen e një mase të madhe të popullit. Por nuk jemi naiv. Ne dimë, pra jemi të ndërgjegjshëm për vështirësitë që kemi përpara. Vështirësia e parë është politika e mbrapsht e këtyre 20 vjetëve, që ka punuar me synimin që popullit në të rinisë si neveritet politika e sotme shqiptare, të qëndrojë pasiv ndaj saj dhe të qëndrojë sa më indiferent, të ndjejë në veten të pafuqishëm për të bërë ndryshime politike. Mundësisht t'ia mbati nga vedlindja dhe t'ia lënë të vend kusarve me kollare e Borsalino. Të ndërgjegjësosh dhe të reaktivizosh të popull të lodhur deri në raskapitje është një mision i vështirë dhe për këtë të gjithë jemi koshient. Së dyti, ne jemi të ndërgjegjshëm se në këtë troje gjithçka shitet e blihet, që nga kriminalët e politikanët deri tek gjyqtarët e gazetarët. Të tërë i shërbejnë politikës imorale. Dikush na pyet edhe me dashrësi. Pse ju dolën të vendosni drejtësinë? Mos jeni gjë kundër kapitalizmit këtë program? Na provokon dikush tjetër. Ne nuk e dimë se çfarë simboli duhet të kenë në ballë që të bëhen të besueshëm luftëtarët për drejtësi, barazi e dinjitet. Kemi zgjedhur rrugën pa e vrarmendje për simbolet e kërkuara. Ne nuk kemi debulesë për kapitalizmin, sepse e konsiderojmë se gjithë sistemet e tjera paraardhësme, që lindën u zhvilluan dhe ranë. Kapitalizmi s'ka se bën përjashtim dhe ne konsiderojmë si sistem që ka lindjen, zhvillimin dhe rënien e tij. Ne nuk besojmë se gjithë kërkesat dhe ëndrat e rinisë mund të realizohen do e mos brenda këtij sistemi. Bota asnjëherë nuk merr fund këtu. Ne nuk kemi se trembemi nga ndryshimet revolucionare, duke pritur që ndryshimet progresive të vinë vetë. Shoqëria e organizuar njerëzore ka për mision të progresojë sa më shpejt këto ndryshime që sjellin gjithnjë më shumë përparime. Ne nuk kemi tema e çështje tabu dhe kjo është një tjetër karakteristikë e rinisë. Prandaj ne besojmë në rrugën tonë. Së treti, ne e dimë se sa më shumë të shtohemi e forcohemi, aq më shumë do ta na pengojnë e luftojnë ata që e mbajnë veten për luftëtarë kampion të demokracisë. Së katërti, duke qenë një forcë e re dhe me njerëz të rinj, ne jemi të ndërgjegjshëm se kemi mangësi në formimin teorik e politik dhe na mungon përvoja, por ne dimë gjithashtu se në luftë e sipër, me studime politike do të fitojmë kohën dhe përvojën e duhur. Dëshira dhe vullneti asnjëherë nuk na mungon. Motivet dhe synimet i kemi më së të qarta. Bindjen se do të jemi të suksesshëm po ashtu. Ndaj i ftoj të gjithë ata që nuk e pranojnë këtë realitet, që nuk duan të nështrohen këtij realiteti, të bashkohen me ne, të bashkohen në këtë rrugë për të vënë një tull në rrugën e drejtësisë, të bashkohen në këtë rrugë për të qenë pjesë e drejtësisë, pjesë e barazisë dhe e dinjitetit shqiptar. Prandaj të gjithë sot jemi me një motiv, të bashkohemi lëvizjes për drejtësi të shqiptarëve.